Përshëndetje të dashur miq, kam përgatitur një recetë tepër të shijshme. E kam bërë shumë herë dhe me gjithmonë del shumë e shijshme. Petët që mbeten, këto petët e gatshme, zakonisht kur bëj byrek janë shumë dhe nuk mund të përdor të gjitha, kështu që këto që mbeten kam vendosur të bëj një byrek me peta të grira. I grim këto petat në peta të vogla, i shpërndajmë në për tepsi dhe përbërjen e bëjmë me qumësht, fes, djath, kri, piper. Unë kam përdorur 3 kokra vezë, kam përdorur këtë cottage cheese, këtë djathin e bardhë, dhe gjithashtu kam përdorur krip, piper edhe qumësht edhe vaj ulliri. Gjithmonë përdor vaj ulliri sepse është më i shëndetshëm. Pothuajse vaj vegetal nuk kam fare në shtëpi. Edhe i përzjejmë më mirë të gjitha bashk, derisa veza të përzihet mirë me djathin edhe me vajin edhe me kripin edhe me piperin. Shtojmë qumshin dhe përbërjen mbasi e kemi përzier mirë, e shtojmë tek petët. Duhet mjaftueshëm që të mbulohen petët, domethënë me sy dhe shef se sa qumësht duhet. Thjesht mjaftueshëm sa të mbulohen të gjitha petët. Pak a shumë siç bëhet pasticcia. Në fund fare mbasi e hedhim të gjithë përzierjen sipër petëve, e spërkasim edhe me vaj ulliri. Edhe e vëmë në furn në 180 gradë derisa të marrë një ngjyrë kafe, siç e shikoni edhe këtu në video. Bëhet me të vërtet shumë i shijshëm dhe ju lutem nëse e provoni më komentoni. Ju faleminderit, ju lutem bëni subscribe nëse ju ka pëlqyer video edhe ju lutem shpërndaheni. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur. Faleminderit që më ndiqni.